Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor nuk është vetëm një dokument. Ajo është një test konkret që tregon se si Kosova po planifikon energjinë, menaxhon ndotjen, trajton klimën dhe si po harmonizon politikat e saj me Bashkimin Evropian. Kosova ka qenë palë nënshkruese e deklaratës së samitit të Sofjes, i cili ka qenë deklaratë e fundit të vitit 2020. Me anë të kësaj deklarate, këto shtete kanë marrë obligim që agjendën e gjelbërt evropiane ta përkthejnë në agjendë të gjelbërt për Ballkanin Perëndimor, e cila i ka 5 shtylla dhe mbas të cilave të gjitha vendet e rajonit operojnë dhe realizojnë edhe projekte edhe politikat e tyre në harmoni me këtë agjendë. Tani është koha që vërtet të bëjmë hapa të mëdhenj, fillimisht sa i takon eficiencës së energjisë. E kemi një fond të eficiencës së energjisë që ka nevojë për një dritare të re të financimit. Nuk duhet të varemi nga donacionet e Bashkimit Evropian apo të tjerë donatorë, ata ndërtojnë një sistem të taksimit të brendshëm, qoftë përmes fondit të eficiencës, qoftë përmes një ekofondi i cili do ta përfshinte edhe fondin e eficiencës, pra një ekofond ku do të shkonin fondet edhe të kryeqeseve të plastikës për shembull. Unë ende kam shpresë, unë mendoj që jemi në trajektore përgjithsisht të mirë, sa më shumë që vonohemi, e vetë se jemi vonuar, do ta kemi më të vështirë, do të jetë më e dhimbshme, nuk do të jetë e lehtë, mirë po nuk kemi alternativë tjetër. Rruga drejt Bashkimit Evropian është e domosdoshme.